Përshëndetje për të gjithë nderuar shikues përsëri, jemi në rubrikën Opinion tani dhe me ne në studio është kreu i Inspektoriatit Kombëtar për Mbrojtjen e Territorit, zonja Danëndyshe Bici. Zonja Bici, përshëndetje, mirë se erdhët. Mirë se erdhët, zonja Bici. E nisim bashkë bisedën krahasuar me një vit më parë, Inspektoriati është disi më i heshtur për nga ana e aksionit, ka patur aksione të bujshme, por që tani sikur nuk lakohet. Çfarë po ndodh? Me të drejtë, kjo është një pyetje që më është drejtuar disa herë kohë të fundit. Kjo nuk do të thotë që ne jemi më të heshtur, po ishte bërë rutinë puna e inspektoriatit. Ne aktualisht kemi qenë gjatë gjithë kësaj kohe në 2-3 qytete radhasi, një herësh. Mund të përmendim Librazhin, Krujan, Beratin, Fieri vazhdon akoma sot dhe nesër jemi në skajin më verior të Shqipërisë në Tropoj. Ajo që mund të ketë rënë në sy është që jeni mësuar me këto aksionet e bujshme të kryeqytetit, duke pas parasysh që kryeqyteti ishte më i ndjeshëm në gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë, kjo për shkakun e numrit të madh të ndërtimeve pa leje. Pasi në momentin kur morëm të punë në përsipër, gjetëm një kryetar bashkie që merreshëm me të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë, por jo me kryeqytetin, përsa i takon ndërtimeve pa leje. Jo vetëm që nuk merreshe, por në çdo ditë gjenim pengesa nga më të ndryshmet. Tashmë në krye të Bashkisë së Tiranës, ashtu siç vendosen edhe qytetarët, është një kryetar bashkie që është shumë bashkëpunues me Inspektoriatin Kombëtar dhe ne ecim krah për krah në çdo aksion. Në ndryshim nga përpara, pas 23 qershorit kemi dhe një organizim të ri të territorit vendit. Tani janë bashkitë cilat po veprojnë brenda territorit tyre dhe për gjërat që siç ju e përmendët përpara hynte edhe Inspektoriati i Mbrojtjes së Territorit. Keni lëshuar shumë kompetenca, çfarë do të shohim ne në vijim? Kompetencat janë të qarta dhe janë të përcaktuara në ligj, nuk është se i lëshoj unë apo i marrin ata. Por është e vërtetë që pas 23 qershorit ka patur një dyndje të kryetarëve të bashkive të cilët kanë kërkuar mbështetjen apo eksperiencën e Inspektoriatit Kombëtar të Mbrojtjes së Territorit. Ashtu siç e përmenda edhe më sipër, siç janë Bashkia e Krujës, Bashkia e Beratit, Bashkia e Librazhit, të Fierit që po vazhdon me shumë intensitet ndërprer për një periudhë të vogël për shkak të përmbytjeve dhe shumë bashki të tjera. Nuk do të thotë që ne po heqim dorë nga aksionet, por ne po i bëjmë paralelisht, por duke bashkëpunuar me këto inspektoriate, të cilët kanë detyrat e tyre dhe kompetencat e përcaktuara në ligj, ne na lihet një kohë e mjaftueshme që të merremi me atë që inspektoriati e ka prioritet të vet, që janë zonat me rëndësi kombëtare, janë zonat të cilët kanë më shumë nevojë për inspektoriatin kombëtar sesa për ndërhyrjen e vendorëve. Nuk që se jemi të kryetarët e bashkive, ju keni dërguar disa të tillë për ndjekje penale, apo jo? Mos ndoshta këta të rinj, kryetarët e rinj bashkive duhet të kenë frikë tashmë nga IKMT-ja? Absolutisht jo, nuk është IKMT-ja ajo që i dërgon për ndjekje penale, është ligji dhe kjo nuk vlen vetëm për kryetarët e bashkive. Ne gjatë gjithë vitit të kaluar kemi dërguar një numër të madh funksionarësh për ndjekje penale, që përfshin kryetar bashkisë, kryetar bashkish, kryetar të KRT-ve, antar të këshillave bashkiak apo punonjës të tjerë të cilat kanë lidhje me mbrojtjen e territorit. Ata absolutisht nuk duhet të kenë frikë nga neve, duhet të kenë frikë nga ligji, ashtu siç e kemi respektuar ligjin më përpara, do vazhdo, nuk ka lidhje fare me 23 qershorin apo me diçka tjetër. Siç është zbatuar ligji deri tani, do vazhdojë të zbatohet siç e përmban dhe e parashikon. Zonja Bici, a keni ju një hartë, një panoramë të saktë për numrin e ndërtimeve të paligjshme në vend dhe në vijim të kësaj përgjigje ju thatë do përqendroheni tek zonat me interes kombëtar, diçka më tepër, cilat janë këto zona dhe çfarë aktiviteti do të kryeni ju atje? Ato janë zonat të cilat janë të parashikuara në ligj, janë zonat të cilat janë prioritet i Inspektoriatit Kombëtar të Mbrojtjes së Territorit. Sigurisht që kemi një hartë të qartë të ndërtimeve pa leje në të gjithë Republikën e Shqipërisë, por përpara se ato të ilustron faldromave të INUK-ut apo të IKMT, siç quhet së fundi me ndryshimet legjislative, duhet që ne duhet të gjithë punat të shtetit në një rrafsh më të gjerë ndër-institucional, pasi kemi pak ditë, domethënë që kemi lënë afatin e fundit për vetdeklarimin. Ata duhet që të ilustron procedurave të legalizimit, kualifikimit apo jo,
dhe në fund pastaj do kemi një plan të përbashkët i shtrirë në disa institucione që ne të kemi një numër të saktë të ndërtimeve pa leje në të gjithë Republikën e Shqipërisë. Flasim pak për dënimet më të rënda që janë ndërmarrë. Sa ka ndikuar kjo në parandalimin e ndërtimeve pa leje, në frenimin e tyre? Sigurisht besoj që edhe ju, opinioni dhe gjithë ne kemi parë që ka një, nuk mund të them një stopim, po ka një frenim, një rënje të ndërtimeve pa leje. Kjo dhe për shkak të rëndimit të masave ndërshkruese, të cilat parashikohen nga ligji, megjithatë qëllimi i ligjvënësit nuk ka qenë që të mbushim buxhet me shkeljes të ligjit për ndërtimet pa leje, por qëllimi i ligjvënësit ka qenë që ne t'i frenojmë dhe t'i orientojmë ata drejt të planeve urbanistike, drejt të ndërtimeve mbi bazën e rregullave të cilat janë të parashikuara në ligj. Zonja Bici, tashmë inspektoriati quhet Inspektoriati Kombëtar për Mbrojtjen e Territorit, IKMT, mirë po të gjithë vazhdojnë t'i thrasin i nuk në fakt për forcë zakone, juve ju vjen keq kur e dëgjoni edhe juve e përmendët i nuk fakt më parë. Ashtu është, domethënë është krijuar kështu, na është bërë dhe ne si populli shqiptar ka një shprehje shumë të bukur, domethënë e rëndësishme është që domethënë keq do ishte që mos kishim një emër. Të kemi dy emra është një gjë shumë e mirë. Rëndësishme që është që ne si NUK, si Inspektoriati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit, jemi përditshëm në terren në mbrojtje të territorit dhe të gjithë shkelësve të ligjit. Pra, zonja Bici, ju si e cilësoni situatën tani, një rezume e së gjithës? Duke pas parasysh të gjithë punën time prej më shumë se 2 vjetësh, e ndarë në 2 pjesë drejtoresh juridike dhe në krye të këtij inspektoriati, unë shoh që qytetarët janë frenuar ndaj ndërtimeve pa leje dhe nuk në ndryshim nga aksionet e para ku ne gjenim edhe një lloj rezistence pranë tyre, tashmë ato janë shumë bashkëpunues. Është krijuar një lloj rregulli, një lloj ritmi që në qoftë se të afrohen fadromat e inukut, atëherë nuk mund të kthehesh mbrapa. Zonja Bici, diçka tjetër, ju kemi parë kryesisht pamjet që vijnë, edhe këto që po shohim mbrapa janë prishje ndërtesash në zona kryesisht urbane, por jo vetëm aty ku ka ndërtime. A ka inspektor edhe më të gjerë Inspektoriati për Mbrojtjen e Territorit? Duke pas parasysh edhe nga vetë emërtesa Inspektoriati Kombëtar për Mbrojtjen e Territorit mbulon të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë. Kështu që ne jemi çdo ditë në territor me degët tona, pavarësisht se qendra është në Tiranë, dhe mbulojmë të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë. Keni dhe fusha të tjera, për shumë ndërtime që nuk janë banesa ose lokale, i shikon IKMT-ja këto me... Nuk ka një ndërtesa... Apo çdo ndërtim që prek territorin është në fokusin tuaj? Ne jemi munduar që të ruajmë pak balancat sociale, duke patur parasysh që nuk të mos nxjerrim njerëz në rrugë. Por me parashtim të fakteve, kur kemi qenë përpara projekteve publike në mbështetje të qeverisë shqiptare, që ne kemi qenë shumë bashkëpunues me gjithë institucionet, për pjesën tjetër jemi rezervuar për t'i marrë shkallë pas shkallë dhe hap pas hapi, duke filluar nga ato të cilat ishin si primare lirimi i hapësirave publike, ndërsa përsa i takon banesave, ato kanë qenë vetëm në rastet kur kanë qenë të shpronësuara, në rastet kur qeveria shqiptare, pavarësisht se nuk kanë patur dokumentacion përkatës për të shpronësuar, i ka gjetur një lloj sistemimi, siç është rasti i rrugës transballkanike në Vlorë, siç është rasti i Unazës së Madhe të Tiranës, edhe ato subjekte të cilët nuk kishin asnjë lloj dokumentacion Shqipëria shqiptare, qeveria shqiptare i siguroi një lloj sistemimi për një qiraje 2 vjeçare. Domethënë, nuk ka patur njerëz të flakur në rrugë apo njerëz të cilët mund të krijonin probleme sociale të skajshme. Cilën do të quanit juve një pjesë që është vërtet e çliruar nga ndërtimet pa leje në Tiranë? Kemi prekur shumë zona të qytetit të Tiranës, nuk mund ta përcaktoj se ku më shumë apo ku më pak, megjithatë në qoftë se do kemi një fotografi të Tiranës para një viti dhe një fotografi të Tiranës tani, shohim që ka shumë zona të cilat janë liruar dhe që do vazhdojnë të lirohen akoma.
Po të kemi parasysh rrugën e drejtorisë së policisë, është një shembull shumë i mirë dhe që na bën shumë krenar për aq sa është bërë, një pjesë shumë e madhe e cila mbulohej me tavolina dhe me ndërtime, me tenda, tavolina deri në rrugë dhe në trotuare, tashmë janë në lulishte dhe është shumë bukur edhe për syrin e kalimtarit, shumë e bukur edhe për syrin e qytetarit të cilët relakson në një kafe aty pranë. Si kjo zonë ka disa zona të tilla, por kjo nuk thotë që ne jemi ndalur. Aksioni në qytetin e Tiranës do vazhdoj krah për krah me Inspektoriatin Vendor të Bashkisë së Tiranës. Tashmë kemi një inspektoriat që është shumë bashkëpunues, kemi një inspektoriat i cili në çdo hap jemi krah njëri tjetrit, kështu që besoj që rezultatet do janë shumë më të qarta dhe më të shikueshme si nga ju ashtu edhe nga qytetarët e kryeqytetit. A merret inspektoriati edhe me gurore, ndërhyrjen lumenj, këto lloj veprash ishe apo ka instanca të tjera që bashkëpunojnë? Ka disa institucione që merren, megjithatë edhe inspektoriati ka një pjesë të veprimtarisë së tij, edhe aktualisht pritet që të fillojë edhe një aksion i tillë. Në Kukës, në Tropoj për herë të parë është shfaqur IKMT-ja, zonja Bici. Çfarë situate keni gjetur, si po bëhet ndërhyrja aty? Kemi gjetur një bashkëpunim të shkëlqyer si me inuvet, ashtu edhe me qytetarët. Është e vërtetë që është hera e parë domethënë që fadromat e inspektoriatit mbërrin në skajin më verior të Shqipërisë, si në Tropoj, ashtu edhe në Kukës, jemi përqendruar në lirimin e hapësirave publike. Në të dyja rastet ka qenë me kërkesën e kryebashkiakëve dhe kemi gjetur një bashkëpunim shumë të mirë dhe shumë të paqshëm. Cilët keni parë si aleatët kryesor gjatë punës tuaj, zonja Bici? Aleati ynë kryesor që ndizë para vazhdon të jetë policia e shtetit, pa përkrahjen e të cilit ne nuk do e kishim të mundur që ky aksion të arritë këtu ku jemi tani. Se mos në ditët e para të punës, policia e shtetit ka qenë shumë e pranishme në aksionet tona. Kemi ecur, tashmë ne jemi dhe pjesë e strukturës së Ministrisë së Brendshme, jemi inspektoriat brenda Ministrisë së Brendshme. Kështu që ne e kemi patur aleat dhe mbështetës gjatë gjithë ditës së punës tonë. Po për lument e mdhenj, zonja Bici, a keni ju projekte? Sigurisht që kemi projekte, në mendimin e studentëve të inxhinierisë së ndërtimit dhe të arkitekturës është të hedhur një hartë të gjithë lumeve të Republikës së Shqipërisë, ku janë edhe përcaktuar dhe pikat e inerteve guroreve, siç tha më sipër edhe zotria, por kjo do jetë në planet tona të ardhshme. Zonja Bici, duke pasur parasysh edhe buxhetin që ka një vend si yni, nuk është pyetje kritike, po normale, ka burimet mjaftueshme njerëzore inspektoriati për të mbuluar çdo veprimtari që kërkon të mbulojë? Me mbështetjen e kryeministrit ne kemi një strukturë të shtuar, pothuajse një herë më shumë se sa ishte përpara një viti. Kështu që i kemi burimet e mjaftueshme që të kapim çdo pikë të ndërtimit paleje në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë. Unë do të vjoj të bëj edhe një pyetje për lument, duke qenë se Gjanica në Fier shkaktoi shumë përmbytje, ne pam situatën mjaft problematike që ka qenë aty. Çfarë masash po merren? A është kjo pjesë apo vjen si pasojë ndërtimeve paleje aty? Në fakt, përsa i takon projektit të Gjanicës, Inspektoriati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit ka qenë që në tavolinat e para në drejtimin e zëvendës kryeministrit zotit Niko Peleshi, jo vetëm për ekzekutimin, por për ideimin, evidentimin, bashkëpunimin me institucionet e tjera, dhe tashmë ne kemi një hartë evidentuar dhe të saktë. Nuk mund të themi që janë shumë ndërtime paleje, po ka ndërtime të statuseve ligjore nga më të ndryshmet, por ne si inspektoriat jemi hapi fundit ai ekzekutimit. Në momentin që qeveria shqiptare të marrë vendimit për lirimin e shtratit të Gjanicës, sigurisht ne do jemi në territor, ashtu siç kemi qenë në të gjitha projektet e tjera të mëdha, përmendim Pogradecin, rrugën Transballkanike, Unazën e Madhe dhe shumë projekte të tjera në të cilat ne kemi qenë menjëherë në terren. Edhe në pyetjet e fundit kisha unë po bashkitë e reja, ju folët pak më parë, ju tashmë jeni institucioni edhe konsultues, edhe që kërkohet ndihma në këtë periudhë tranzicioni, le të themi. I kanë
bashkitë e reja kapacitetet për të kontrolluar territorin me inspektoratet vendore? Kjo varion nga bashkia në bashki, megjithatë në çdo rast ne kemi ofruar ndihmën tonë qoftë ligjore, qoftë dhe logjistike. Kështu që kjo hapasapi do shikohet. Ne si inspektoriat në çdo kërkesë që ata paraqesin pranë Inspektoriatit Kombëtar të Mbrojtjes së Territorit, sigurisht duke planifikuar, pasi dhe ne kemi planin ton, kemi zonat tona me rëndësi kombëtare. Megjithatë, domethënë ato në çdo hap na kanë patur pranë. Si bashki të reja dhe burimet njerëzore janë të reja dhe kanë nevojë për eksperiencën e duhur. Por nuk është se u ka munguar në asnjë rast konsulenca apo logjistika e Inspektoriatit Kombëtar të Mbrojtjes së Territorit. Zëra Vici, duhet të fokusohemi edhe një herë në fund tek Tirana. E para, si do të vijoj tani më aksionin Tiranë? Ju e thatë që në kryet herës që jeni kudo me ndërhyrjet tuaja, me planin e masës që ju po merrni, po me çfarë do të vijohet? Dhe fokusohemi pak tek pjesa e ish bllokut. Ashtu siç e thash, tashmë Bashkia e Tiranës ka një inspektoriat të mbrojtjes së territorit, i cili është aktiv dhe punon çdo ditë në territor, ashtu siç e kemi parë dhe ndjekur bashkë me ju. Në çdo moment që ata do kërkojnë mbështetjen e Inspektoriatit Kombëtar të Mbrojtjes së Territorit, do ta kenë në krah. Pa i ndarë zonat në zonën e ish bllokut apo në zonat të tjera, pasi Tirana është e pa ndarë në zona. Ne kemi prekur shumë zona, edhe zonën e ish bllokut, por tashmë në çdo moment që Sa ndërtime paleje ka aty te zona e ish bllokut? Ashtu si që theksova edhe pak më përpara, nuk mund të flasim për një numër të saktë të ndërtimeve paleje, jo për zonën e ish bllokut, për çfarë do lloj zone në territorin e Tiranës apo të Republikës së Shqipërisë, sepse sapo jemi ndarë nga procesi i vetë deklarimit. Procesi i vetë deklarimit do t'i lejë mundësi të gjithë qytetarëve që të kenë të drejtën e tyre ligjore, që t'i nënshtrojnë të procesi për të kualifikuar ose jo. Në bazë përfundimit të këtij procesi, në bazë kualifikimit apo jo, atëherë, ashtu siç e thash edhe më lart, do shtrohen një rrafsh ndërinstitucional, pak më të shtrirë se sa Inspektoriati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit. Ajo që është në objektin tonë të punës, ajo që është në objektin që përcakton ligji dhe që kemi për detyrë për të zbatuar, është në momentin që ne kur kemi një kërkesë nga çfarëdo lloj institucioni apo autoriteti për ta zbatuar, ne do ta zbatojmë. Qoftë kjo Bashkia e Tiranës, qoftë kjo Bashkia e Durrësit, qoftë ky autoriteti rrugor, Fondi Shqiptar i Zhvillimit apo kushdo institucion tjetër i cili ka mbaruar të gjitha procedurat ligjore të nevojshme. Ne jemi institucioni i ekzekutimit, jemi faza e fundit, pavarësisht se gjatë gjithë vitit të fundit ne kemi qenë pjesë e tavolinave nga më të ndryshme, duke filluar nga evidentimi, konsulenca e deri në ekzekutimin e tyre. Por kjo ka ndodhur për shkak sepse nuk kemi patur bashkëpunimin e institucioneve apo bashkëpunimin e vendorëve. Tashmë me bashkëpunimin e tyre, ato e kanë do quhesh si një ndërhyrje në kompetencat e tyre apo si një ndërhyrje në punën e tyre të përditshme. Kështu që në çdo moment që do na ofrohet një kërkesë për ekzekutim në zyrat e inspektoriatit, duke pas parasysh planin tonë të punës, ne patjetër që do ta ekzekutojmë. Dhe Vici, ne ju falenderojmë që ishit e pranishme në studio. Faleminderit juve. Faleminderit.